Jemi falendërues për mikpritjen që na ka ofruar Gjakova ekipit tonë. Në të ardhmen ne do të kemi një bashkëpunim të ngushtë me brigadën e zjarrfiksëve të Gjakovës, për çfarëdo nevoje që do të ketë Gjakova. U shprehnën perfekti për rrethin e Hasit, Selman Ngeca. Jemi vërtet mirënjohës, sepse në qytetin e Krumës është kriju ekipi shumë shpejt, si rezultati një vendimi të qeverisë së re shqiptare. Jemi drejtuar brigadës zjarrfiksëve Gjakovës me bindjen për bujarinë e tyre, për profesionalizmin dhe vërtet kanë tregu bujari, kanë tregu profesionalizëm, do të jemi gjithmonë mirënjohës. Ky trajnim do të jetë kyç në formimin e zjarrfiksëve të Hasit të Shqipërisë. Stacioni i Hasit është një stacion i ri i hapur për kohët e fundit, ka qenë shumë i nevojshëm dhe do të jetë shumë i nevojshëm ky trajnim, do i shërbejë shumë gjithë zjarrfiksëve për të shërbyer popullit të Hasit, për ta ndihmuar në rast fatkeqësisht dhe në rast të zjarresh. Sot është dita fundit e trajnimit, shpresojmë se kjo do të shërbejë në ofrimin e shërbimeve cilësore të banorëve të Hasit. Sot është dita 5 që janë të ushtru me instruktorët e brigadës së Gjakovës, edhe për herë të parë në Krum formohet edhe një siti i zjarrfiksëve për mbrojtjen nga zjarri në Krum. Kështu që është nësi edhe për ne, po edhe për mysafirët për vëllezërit tonë në Krum. Brigada e zjarrfiksëve të Gjakovës konsiderohet elite në Kosovë dhe stafi i saj konsiderohet profesionalist. Në të kaluarën kanë zhvilluar programe trajnimesh edhe për ekipe zjarrfiksësh nga Tirana, Bajramçuri, Shkodra, Durrësi, Kavaja dhe Berati.